Astrid Spahiu. Astrid po që nge komplet i lagur më burë. Në knet komplet i gjithi, kokë e këmë, flet edhe gjuhën e salamandrave komplet. Po si shpjegohet më burë, po për qatë meri e ke fjallën, për qarë ditësh numëruara, për qarë birucash, se këta e Biramovicin e kam dëgjuar këtë, edhe së mbona si përshtypje me thënë të drejtën, po më vjen shumë keq, më vjen jashtëzakonisht keq për këtë katandije, këtë nivel, ndërkohë që thelbi këtu, besoj është tek pyetja që jam kryeministër apo jam tiktokist që dal live ore minut, tani që t'jemi shumë të qartë, puna ime nuk është punë krahë, është punë mendje. Dhe një nga detyrat e mia është të komunikoj, të sqaroj, të dëgjoj dhe të reagoj. Dhe kjo për mua është punë, nuk është qef. Unë nuk jam tiktokist. Unë jam një përfaqësues i zgjedhur edhe atyre që nuk më kanë zgjedhur dhe ju detyrohem, siç po bëj në rastin konkret, edhe me ty i dashur Astrid, edhe pse je shumë i helmuar, mendoj unë gabimisht, sepse në fund të ditës nuk mund të jetë çdo gjë zi, edhe sikur të ketë shumë arsye për të qenë pakënaqur, por në fund fare unë kam detyrimin të komunikoj edhe me ty dhe të shpjegoj gjërat sipas këmbvështrimit tim dhe në një farë mënyrë t'jap hesap. Kjo është arsyeja pse unë dal live,